tani të shohim çështjen nga pikpamja e luftës brenda një partie apo dy kampeve, establishmentit edhe. Është deklarat pas kësaj gare kaq të ashpër, Hayley Stevens e endorsi kundërshtarin e saj. A tregon kjo që bashkimi i demokratëve mund të jetë real apo është besoj që duhet të ndodhi. Duan apo s'duan disa elemente brenda partisë, duhet të ndodhi. Pse? Sepse ky nuk është një garë e vogël lokale, është një vend në Senat. Ky vend mund të determinojë agjendën legjislative për 2 vitet e ardhshme të presidencës Trump. Shumë saktë. Gjë që Trumpi druhet se mund të humbas Senatin, mund të humbas Kongresin, natyrisht pastaj bëhet objekt edhe impeachments e tjera. Edhe kjo është një gjë kyç për republikanët, ju intereson të mbajnë kontrollin e Senatit, edhe demokratëve ju intereson që të dëmtojnë kontrollin e republikanëve mbi 3 dhomat kyç, domethënë Kongresin, Senatin edhe Shtëpinë e Bardhë. Nëse demokratët duan të kenë një farë influence në agjendën legjislative 2027-2028, atëherë do ju duhet vendi i Senatit në Michigan, që është vend kyç. Do ju duhet me edhe shtet kyç. Edhe shtet kyç, shtet purple, Leila, kur i thon. Dhe për këtë arsye besoj që partia Establishmenti Demokrat do të vihen pas kandidaturës të El Sayed, do apo s'do disa interesa speciale. Sikur se tham, në Michigan ka një komunitet të mirëqen të madh arabo-amerikan. Sa përqind e fitores së El Sayedit i detyrohet mobilizimit të këtij komuniteti dhe sa pjesës tjetër, sipas mendimit apo analizës suaj? Do ta ritheksoja në komunitetin muslimano-amerikan, sepse është komunitet më i gjerë se sa. Më i gjerë se përfshihen edhe Bangladeshi dhe vende tjera. Ke parasysh 250.000 votues në Michigan që kanë identitetin musliman. Kur unë bëra analizën e numrave, rezulton që parafërsisht 82 deri në 104.000 votuan në këtë zgjedhje. Me sa e dim shumë mirë që El Sayed fitoi me 14.000 vota. Që kështu, nëse ky komunitet mund të supozojmë ka votuar në përmasa të mëdha pro El Sayed, i kanë dhënë fitoren. Do të luaj ky komunitet një rol kyç në nëntor? Patjetër, sepse edhe 60.000 vota nuk janë pak. Sikur të mobilizohet, mund të jap numrin e fitores. Po çka do të jetë më kyç në nëntor, do të jetë roli i El Sayed për të bindur independents, të pavarurit, që të votojnë për të bindur kampin demokrat e përgjithshëm që ai është kandidati i duhur, dhe për të bindur edhe disa republikan që politika e Mike Rogers edhe e Donald Trump nuk është në interesin e mirëfillt të njerëzve të thjeshtë. Kjo do të luajë një rol më kyç në mendimin tim. Megjithatë, në konferencën e fundit, mënyra se si ai po e trajtonte kundërshtarin, më duk brenda platformave të zakonshme politike, nuk më duk se po bënte analizën e Mike Rogers. Mike Rogers gjithmonë i lëpin çizmet Trumpit. Është sulm dhe kundërsulm, kur i thon, sepse sapo El Sayed fitoi garën, Mike Rogers doli direkt me sulmet e tij islamofobike. Gjëja e parë që zuri në gojë ishte identiteti El Sayed. Tha Abdurrahman Muhammed El Sayed, tha. Emrin e plot, çfarë emri rrezikshëm. Më kupton, kjo label i terroristit, do me thënë, që je mësuar të shikosh filma me terroriste me ashtu edhe ky ka emrin e, sepse publiku i thjesht nuk është se shumë familjar me muslimanët apo me islamin. Po mirë, atëherë del më falë se të ndërpreva. Del ke pyetja, pse Abdul e shpalli emrin e plot më pas i mbaroi fushata? Jo, ai e ka thënë troç emrin e plot edhe në konferenca të ndryshme para saj. Mos harrojmë që El Sayed kandidoi edhe në 2018 për guvernator në Michigan. Identiteti i tij njihet mirë, domethënë, nuk është se është një kandidat për herë të parë, ka punuar si drejtori shëndetësisë i Wayne County dhe i Detroit. Është i njohur, domethënë, në arenën e shërbimit publik. Çka nuk ka lezet është për një kandidat senati të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të dalë edhe të sulmoj dikë në bazë të identitetit.
Do me thënë Ma falë, po flasim për Partinë Demokrate. Identity Policy është pjesa kryesore. Kushdo që t'jetë, nuk po Në rregull, po që kur Mike Rogers del, edhe flet, unë kam dedikuar jetën duke luftuar terrorizmin, nuk mendoja që do të ndodhesha në këtë pozitë ku do kandidoja kundrejt. Në thonjë sa një terror. Ç'lidhje ka Abdul Sayedi me terrorizmin? Këto janë shumë të rrezikshme për demokracinë amerikane, kur demokracia kthehet në një sulm identitar dhe kur politikanët nuk përqendrohen në problemet e përditshme të qytetarit. Dhe kjo është diçka që do i dëmtojë republikanët, sepse po të flasim për votën muslimane, muslimanët janë konservatorë nga besimet. Janë pro familjes, janë kundër LGBT-s, janë kundër edukimit të këtyre budalliqeve që ndodhin nëpër shkolla. Republikanët, kur i thonë, they're shooting themselves in the foot, po e qëllojnë veten në këmbë, kur e izolojnë këtë komunitet. Sepse ka shumë të përbashkëta që mund të sillen në atë kamp. Ashtë kjo dëshmi, kjo fitore, dëshmi se krau progresist e demokratëve mund të fitojë jo vetëm në New York, po dhe në Purple States, që është Michigani? Do të isha i kujdesshëm ta theksoja si krah progresist, sepse Abdul Sayed fitoi më shumë për shkak të pakënaqësisë ndaj establishmentit sesa për shkak të politikave progresiste. Dhe siç e theksua më herët, Mamdani dhe Al Sayed janë shumë ndryshe. New Yorku me Michiganin janë ndryshe. New Yorku është një shtet blu komplet. Nuk ka mundësi të fitojnë republikanët në New York. Michigani është shtet Leila, purple. Do me thënë, në 2024 votoi Trump, në 2020 votoi Biden, në 2016 votoi Trump. Ke back and forth në Michigan, do me thënë, edhe politikat e majta që rezonojnë në New York nuk rezonojnë në Michigan. Ndoshta mund të rezonojnë brenda të kampit demokrat, po nuk është e thënë që do të rezonojnë në nëntor. Dhe El Sayed e njeh shumë mirë këtë fakt. Dhe për atë arsye është përpjekur të qëndrojë larg politikave majtiste ose atij identitetit majtist në përgjithësi. Megjithatë, Bernie Sanders edhe AOC po kërceni. Po, i dhanë mbështetjen e tyre, po. Po kërceni, ishte dha një pamje vizive të kësaj pune. A mendoni që marrja e mbështetjes nga sindikatat e industrisë automobilave është diçka mjaft pozitive? Përgjithësisht sindikatat kanë qenë në mbështetje demokratëve, pati edhe mbështetës të Trumpit në zgjedhjet e fundit, si mendoni? Po, mendoj që kjo thekson identitetin e fushatës si një fushat që përqendrohet tek nevojat e punëtorëve të thjesht, tek nevojat e qytetarit të thjesht. Dhe sindikatat luajnë atë rol, do me thënë, rolin e institucioneve që përfaqësojnë punëtorët e thjesht. Kur një fushat merr mbështetjen e këtyre sindikatave, tregon fortësisht që prioritetet e saj janë xhepat e qytetarëve. Megjithatë, domethënë politika është politik. Ne kemi pasur dhe deri sot e kemi një guvernatore demokrate këtu në shtetin e Michiganit që ka rritur insurancat e makinave, ka bërë jo në favor të njerëzit të thjesht, po e ka bërë në favor të kompanive të sigurimeve, edhe pse El Sayed... Edhe kjo është një pikë kyç që pse njerëzit janë të pakënaqur me politikat e demokratëve si Whitmer. Si ndryshon strategjia kur kalon një primare demokrate në një përballje të përgjithshme me një kandidat republikan tash? Tash faza e parë mbaroi, tash kalojmë ke faza tjetër. Duhet të jetë ombrella, duhet të rritet, kur i thon. Ajo çadra duhet të jetë më e madhe. Duhet të jesh i aftë si fushat, si kandidat që tu flasësh edhe atyre të kampit tjetër, sidomos në një shtet si Michigani. Dhe kjo do me thënë prioritetet, politika, toni, fushatës do të ndryshojë dhe do të bëhet më centrist, më në qendër të politikës, sesa në të majtë të politikës, siç ka qenë deri më tani. Dhe këto janë strategji politike, do me thënë, deri në 4 gusht ai duhet fitonte mbështetjen e demokratëve, në nëntor duhet fitojë mbështetjen e të gjithëve. Ti e përmende, po unë po e ritheksoj këtë, faktin që Michigani është një shtet i lëkundur. Në 16-ën fitoi Trumpi, edhe në 24 në humbi në 20-ën.
Çfarë na tregon kjo lëvizje e elektoratit për vështirësitë që do ketë El Sayed për të fituar? Kjo tregon që elektorati i Michiganit nuk është elektorat partijak, nuk voton në bazë të partisë. Elektorati i Michiganit voton në bazë të platformës, në bazë të problemeve. Nëse kandidatët flasin për platformën e duhur dhe për problemet e duhura të qytetarëve të Michiganit, atëherë ata do të fitojnë votën e tyre. Nuk janë vota partijake, do me thënë që me këtë partije nuk e ndryshoj votën. Ka një masë të gjerë të popullsisë Michiganit që voton në bazë të issues, të problemeve, të platformave. Kjo duhet të jetë fokus kryesor i të dyja fushatave për nëntori. Duket se komuniteti shqiptaro-amerikan, në ndryshim nga komunitetet arabo-amerikane apo tjera, apo dhe muslimane përgjithësi, pasi 70% e popullsisë shqiptare është muslimane, mund të organizohet të jap fonde, por vjen puna nuk të jep votën aty ku duhet. Unë kam një shembull nga kandidati Renis Nushaj, një kandidat shumë i mirë për senator të shtetit, i cili më tha që ndrojnë në 2 qendra votimi, në zonat në Trojës, edhe nuk erdhi asnjë shqiptar ta votonte, se do t'i njihte shqiptare. Ç'të tregon kjo për komunitetin tonë dhe si ta ndreqim? Tregon që jemi një komunitet apatik, jemi një komunitet indiferent. Vim nga një kulturë jo politike, vim nga një kulturë diktatoriale, vim nga një kulturë politike ekstremiste, do me thënë, politika në Shqipëri nuk është demokratike, le ta theksojmë troç, që pak demokraci që shohim në protestat edhe ajo po shuhet. Kultura e shqiptarit është kulturë partijake. Ekziston vetëm në Shqipëri, do me thënë, po ulen kafene dhe zuren goj Berishën ose Ramën, të hidhen në fyt. Po zuren goj politika amerikane, ase ka fillin njeri se që ndodhë. Mira, ajo është Shqipëri, po këtu kemi shqiptar-amerikan, apo e njëjta gjë është? E njëjta gjë është, fatkeqësisht, sepse ajo kulturë familjare transmetohet edhe te të rinjt. Po ndryshon tek të rinjt, sepse të rinjt po integrohen më shumë në jetën politike, në jetën aktive të vendit. Por kjo ide që neve mund të ulim kokën, të punojmë, të bëjmë lekë, ndërtojmë jetë, pa u përfshirë në fabrikën civike të vendit, duhet të ndryshojë. Shqiptarët kemi përafërsisht 80 deri në 100.000 shqiptar në Michigan. Sa prej tyre janë votues? Sa prej tyre janë votues? Ta them, nga ana me e ullët të jemi, ke të paktën 25 deri në 30.000 që mund të votojnë. Po. Do me thënë që shqiptarët vetë, kur të ishin një blok votues, mund të ndryshonin rrjedhën e zgjedhjeve në Michigan.